Zhduket firma e cila duhet të merrej me rehabilitimin e pyllit të sodës. Bashkia e Vlorës më datë 2 prill 2025 me numër protokolli 5059 ka lidhur një kontratë me subjektin Marilyn Gjini për shfrytëzimin dhe rehabilitimin e lëndës ndrysore në pyllin e sodës. Sipas kontratës së nënshkruar, firma ishte detyruar të kryente identifikimin e drurve të dëmtuar, sistemimin e zonave problematike si dhe prerjen e pemëve që paraqisnin rrezik rrëzimi, me qëllim përmirësimin e gjendjes së pyllit dhe garantimin e sigurisë së vizitorëve. Megjithatë, situata në terren paraqitet krejt ndryshe nga ajo që parashikoi në dokumentet zyrtare. Sipas një vëzhgimi të kryer nga Blu Televizion, rezulton se në shumë zona të pyllit të sodës ende gjenden pemë të dëmtuara, të rrëzuara apo të thara, të cilat nuk janë larguar nga vendi ku ndodhen. Këto pemë të mbetura jo vetëm përbëjnë rrezik për mjedisin, por edhe për qytetarët që frekuentojnë zonën. Ndërkohë firma që duhej të zbatonte projektin është larguar duke lënë pas një punë të pambaruar dhe një pyll në gjendje të pasigurt. Kjo situatë ngre pikpyetje mbi mënyrën e monitorimit të kontratës nga institucionet përgjegjëse dhe transparencën në zbatimin e projekteve që lidhen me pasurinë pyllore të qytetit.